Sapo i kemi ulur çmimin me 5.000 euro këtij apartamenti. Kemi një apartament 2+1 përqitje me sipërfaqen 102 m2 në pallat, me ascensor dhe hipotekë. 2 dhoma gjumi, një tualet dhe një balkon i mbyllur. Por le të nisim gjërat me radhë. Në hyrje kemi një korridor shpërndarës që bën shpërndarjen e dhomave dhe sallonit. Këtu kemi pjesën e gatimit dhe në tutje pjesën e ambientit denjes. Salloni ka dalje në balkon. Balkoni është totalisht i mbyllur për t'ju dhënë sa më shumë privatësi dhe qetësi. Salloni është pothuajse 8 metra i gjatë. Balkoni i mbyllur ka një sipërfaqe të bollshme dhe gjithashtu mund të jetë një ambient shumë argëtues për fëmijët tuaj. Dhe këtu kemi dhomën e gjumit çiftit. Edhe dhoma e gjumit çiftit ka akses nga balkoni. Të gjitha vanet e shtëpisë janë të punuara me gips dhe ndriçime drita të ngrohta. Dhe këtu kemi tualetin e shtëpisë, i cili është i madh dhe ka hapësirë dhe për lavatriçen. Se mos mendoni se harruam dhomën tjetër gjumit, e kemi direkt në hyrjen e tmajt. Kjo është dhoma